Mesini gati, muna me fillu. Atëherë përshëndetje asamblesë të nderuar, përshëndetje edhe ju pjesëmarrës të gjithë. Në bazë të ligjit të veçërisë lokale, udhëzimet të disa tre përmbajtjen e mbledhjeve, statutit të komunës dhe rregullorës, nga kryetari i komunës është thirrë kjo seancë e jashtëzakonshme me datën e sotme, domethënë 31/12 e ditë e njëjtë. Edhe pikërisht në bazë të këtij ligjit të rregullorës, edhe kësaj radhe si antari më i moshuar i kësaj legjislature e hapi këtë seancë të dytë. Gjatë seancës parë dhe kësaj kanë ndodhur disa ndryshime. Një antar nga radha të subjektit politik të PDK-s është tërhequr dhe është plotësuar me kandidatin tjetër. Siç jeni dini, në atë mbledhje na kemi bën betimin për kandidat asamblesë dhe betimin për kryetarin, ndërsa ka mbet pa kry ende edhe zgjedhja e kryesuesit për kuvendin komunal. Para se me shku në rendin e ditës, si mas asajna që përshifet, domethënë gjithë janë të pranishëm, kvorum ka, edhe mujna me fillu me procedu me rendin e ditës. Rendi ditës nga kryetari i komunës është thirrë me këtë përgatitje, domethënë është betimi i antarit të ri dhe zgjedhja e kryesuesit. A pajtoni me rendin e ditës, a ka dikush diçka më shtu? Kush është për rendin e ditës? Konstatojnë se unanimisht është aprovuar rendi i ditës. Në bazë të asajna që kemi, në bazë të deklaratës së doktor Jakub Ismailit, i cili edhe ka dhënë ndërheqje vullnetarisht për shkak gjënave personale tina, deklaratës së Bajram Hajrizit dhe vendimit të KQZ-s, domethënë edhe njoftimit që është bërë nga KQZ-ja Kuvendit Komunal, antari i ri nga radhët e subjektit politik PDK-s Bajram Hajrizi, sot të dhe betimin pranë. Kisha lutë Bajram Hajrizit që ose në të gritet kam, ose në dalë edhe në folturën të lexon betimin, edhe kështu që vazhdojmë me procedurën. Përshëndetje për gjithë. Unë, Bajram Hajrizi, betohem se do t'i kryj me nder, me besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do t'i ushtroj autorizimet e mia si kryetar i kuvendit të komunës së Shtimës në mënyrë që të sigurohen kushtet për jetë të qetë për të gjithë. Faleminderit. Urime, kolegë, tani veç është bën plotësimi me gjithë kandidatë të kuvendit komunal. Pa humbur kohë, kalojmë në pikën e dytë të rendit ditës së caktuar për sot. E hapi diskutimin. Urna Adnan. Faleminderit kryesuesi i kësaj seance, Zotri Aqef, të nderuar qytetarë të komunës së Shtimës, të nderuar kolegë asamblesë, shoqëri civile, media, ju e dini që ne vitin e fundit kemi qenë në zgjedhjet e njëpasnjëshme dhe para 2-3 dite kemi dalë edhe prej zgjedhjeve të fundit dhe si subjekte politike kemi qenë të angazhuar në fushatat prej vitit kalum theme deri tani dhe si lëvizje vetëvendosje kemi mendu që kjo seancë të shtyhet për shkak që sot jemi në ditën e fundit të vitit dhe realisht sot është një ditë që duhet të festohet dhe jemi të gjithë të angazhuar edhe për shkak që jemi të lodhur prej fushatës që ka kaluar 2-3 ditë më herët. Dhe kjo seancë të vazhdoj në një ditë tjetër për zgjedhjen e kryesuesit.
Ne si Lëvizje Vetëvendosje mendojmë që do të bëjmë një marrëveshje, do të vazhdojmë, veç kemi fillu negociatat me Lidhjen Demokratike, dhe në dakordim me kryetarin e komunës dhe gjithë anëtarët e kryesisë, po dhe me kolegët asamblesë, jemi dakordu që këtë seancë ta shtyjmë bashkarisht për një ditë tjetër, që ta arrijmë një marrëveshje dhe ta funksionalizojmë kuvendin ashtu siç e meriton kuvendi i komunës së Shtimës, dhe të vazhdojmë në vitin e ri me zgjedhjen e kryesuesit të ri dhe të marrim vendime të reja për të mirën e qytetarëve. Dhe propozimi ynë konkret është që kjo seancë e sotit, ashtu na lejon edhe ligji edhe udhëzimi administrativ i vitit 2009, që kjo seancë mund të shtyhet dhe të vazhdoj një ditë tjetër pas vitit të ri, do të thotë pas festave që i kemi tani përpara. Faleminderit shumë dhe edhe një herë po potencoj që është mirë edhe për demokracinë, edhe për ne si kuvendar që kjo seancë të shtyhet një ditë tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit. Nga radhët e PDK-s, a kemi propozime? Faleminderit. Përshëndetje të nderuar qytetarë të komunës së Shtimës, i nderuar kryesuesi i kësaj seance zoti Arifi. Ne si subjekt politik e kemi pranuar ftesën me pikat e renditës, ndërsa në pikën për të cilën jemi tani, ju të gjithë besoj që jeni në dijeni sa i përket funksionalizimit të kuvendit të komunës. Nëse kuvendi i komunës brenda 30 ditë nuk konstituohet që i bie të zgjidhet dhe kryesuesi i kuvendit, atëherë kuvendi mund të shkojë në zgjedhje. Ne praktikisht sot jemi deri me datë 5, nëse nuk apo jemi në ditën kur ne duhet që kjo mbledhje të mbahet, të zgjidhet kuvendi i komunës, realisht të zgjidhet kryesuesi i kuvendit. Andaj për neve nuk po shoh të arsyeshme që kjo të shtyhet për mbledhjen e radhës, megjithatë pse nuk na prish punë që mirë po duhet pas parasysh se nëse nuk zgjidhet deri me datë 5, atëherë kuvendi i komunës sipas ligjit për veçëverisje lokale mund të kalojë në pjesën kur duhet të shkohet në zgjedhje. Pra propozimi vetëm për rishtyrjen e këtij kuvendi derisa të vazhdojnë negociatat për shkak ne si subjekt politik ne nuk e dim sa mund vazhdojnë ato negociatat për formimin e ose zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit, për arsye se kuvendi veç është themelu. Kjo është pak një propozim jo i plot, për neve është i mangët dhe si tillë ne abstenojmë këtë vendim. Mendojmë që kryesuesi i kuvendit mos zgjidhet sot dhe nuk mund presim na të bëhet pjesë e pazareve politike publikisht kështu, që thotë presim na deri sot mirë me vesh në vetin, mandej e zgjedhim kryesuesin e kuvendit. Faleminderit shumë që më dëgjot. Nga radhët e LDK-s. I nderuar zoti kryesues, të nderuara kolegë, shumë të nderuar të respektuar qytetarë të Shtimës, sot jemi në ditën e fundit të ndrimit të 2025 të këtij motobotit. Uroj fest, uroj për gjithë familjet e juaja që ta kanë një ditë, një natë të mirë në familjet e juaja. Unë këto dëgjova dy propozime edhe nga Vetëvendosja dhe nga PDK-ja. Doja të jepja mendimin tim për skadimin e afateve ligjore. Ne nuk po ndërprejmë seancë, në fakt po ndërprejmë për shkak që të vazhdoj seanca. Nuk po mbyllim këtë seancë. Megjithatë, edhe në emër të grupit të LDK-s konsiderojmë që nga që nuk ka një marrëveshje politike, seanca të vazhdojë një ditë tjetër. Faleminderit. Faleminderit. Po. Faleminderit zoti Arifi, me sa posh data e fundit është data 3, ju 5, se unë thash 5 gabimisht. Domethënë data 3 është 3 janar. Faleminderit. A ka propozime tjera? Me qenë se nuk kemë propozime tjera. Faleminderit, ne jemi të vetëdijshëm për afatet ligjore,
për ata dhe është thirrë seanca jashtëzakonshme. Megjithatë, askund në legjet në udhëzim administrativ nuk shkruan që kuvendi shkon në zgjedhje. Seanca nëse thirret sot, në këtë rast që jemi thirr dhe vazhdon një ditë tjetër, nuk ndërprehet, ne kemi drejt ta zgjedhim kryesuesin jo vetëm në seancën e ardhshme, po edhe në tjetrën, sepse është vazhdimsi e kësaj seance. Dhe ne bashkarisht, përderisa nuk kemi një konsensus, dhe si subjekte politike, asnjëri nga 3 subjektet politike të përfshirë kandidatin e pavarur, nuk i kemi votat e mjaftueshme për me zgjedh kryesuesin, atëherë realisht duhet me pas një konsensus mes partive ose subjekte politike. Kjo i bën që seanca mund të vazhdojë një ditë tjetër dhe kryesuesi mund të zgjidhet në seancën që do të vazhdoj me datën cilën do ta caktoj kryesuesi i kësaj seance, sepse e ka të drejtën ligjore kryesuesi i seancës me caktu orën dhe datën. Kështu që pa merak për gjithë kolegët, pa politik, brenda rregullave jemi, seanca mund të vazhdojë një ditë tjetër dhe pasi që edhe LDK është e pajtimit që të shtyhet seanca, është mirë që ta udhim propozimin në votim dhe ta shtyjmë këtë seancë me votë për ose kundër. Faleminderit. Urna. Faleminderit kryesues, zoti Arifi Shon për fjalën. Vetëm sa për sqarim për gjithë anëtarët e kuvendit se u tha që nuk shkohet në kuvendit, nuk shkohet në zgjedhjet e kuvendit. Neni 50 i ligjit për veçërisje lokale flet kështu. Po e citoj, shpërndarja e kuvendit e funksionues të komunës. 50.2, kuvendi komunës konsiderohet jo funksionues nëse nën A nuk e zgjedh kryesuesin 30 ditë pas themelimit. Kjo është një prej pikave të ligjit për veçërisje lokale, i cili e precizon sakt se kryesuesi i kuvendit nëse nuk zgjidhet, atëherë bëhet shpërndarja e kuvendit. Nuk po e tham këton, po e citova ligjin për veçërisje lokale. Faleminderit shumë. Faleminderit. Urna. Përshëndetje për gjithë, përshëndetje për kolegët e asamblejës, për ju kryesues i seancës. Unë veç një sens për kam të qartë. Në ftesën tonë thirret si mbledhje jashtëzakonshme. Domethënë që ka ndodhur një sen, një ngjarje, edhe diçka jashtëzakonshme që do të na më të bu për me votu kryesuesin e kuvendit. Edhe po sa të vim kuvend, na thotë ja nuk ka bash shumë e jashtëzakonshme, po mujna edhe një ditë tjetër. Ne i mësu me politikat e konceptimit të vetëvendosjes se çështje funksionimin e institucioneve. Nuk shkohet deri në limite ku rrezikohet edhe dështimi i shtetit ose kolapsimi i shtetit. Ne jemi në fatë ligjore deri me 3. Sot jemi mbledh mbi bazën e mbledhjes së jashtëzakonshme për me zgjedh kryesuesin. Nëse partitë tjera nuk kanë propozim për kryesues, Partia Demokratike e Kosovës e ka kryesuesin, e ka kandidatin për kryesues, dolën vota, matemi, edhe kush fiton, kush hup, në rregull jemi. Faleminderit. A ka dikush? Urna Mahmet. Përshëndetje për të gjithë. Faleminderit kryesues për fjalën. Si anëtar i pavarur i kuvendit komunal të Shtimës, i ndëgjova ta kolegët, siç po shihet asnjë subjekt politik nuk e kanë shumicën e votave për me zgjedh kryesuesin. Ku është fjallat e afati, është mirë, thash edhe anëtari i PDK-s tha që duhet me pas kujdese në qoftë se na i hupim mandatet si kuvendor, atëherë për neve shumë për shumë dëm i madh. Është mirë thash t'ja japim tek e fundit edhe një mundësi që subjektet politike duke filluar prej vetëvendosjes, PDK-s dhe LDK-s të ulen dhe të bisedojnë dhe ta propozojnë që ai kandidat që del për shembull nga propozimi edhe ai të zgjidhet të kryesuesi i kuvendit. Unë në këtë rast nuk jam as për ju, as për pu, as për ju. Faleminderit për vëmendje.
Faleminderit, Ademi. Atëherë, pa humbur kohë, edhe ne këtu si kryesues pak a shumë kemi qenë të detyruar edhe këtë barë me drejtu në atë aspektin ligjor. Jemi të vetëdijshëm ato që shka u diskutu këto, domethënë decidivisht çështja është edhe në ligjin e veçërisë lokale, domethënë paragrafi i parë thotë shumë qartë brenda 30 dite. Unë kam parasysh të gjitha këto. Atëherë pa humbur kohë, shkojmë me propozimin e parë. Propozimi i parë ka qenë prej lëvizjes vetëvendosje që seanca të shtyhet për një datë tjetër. Kush është, e hodhuni vetëm, kush është që seanca të shtyhet për një datë tjetër? Kundër? Atëherë konstatojmë se me shumë shumicën, konstatojmë se me 13 vota për dhe 7 abstenim, seanca shtyhet për ditën e shtunë me 3 të parin 2026 në ora 14. Para se me undo, më lejoni të juroj, sepse jemi në prag të festës së vitit të ri, shëndet, mbarësi familjare dhe punë të mirë institucionale. Shëndet dhe nërë. Shimin të shtunë në kismet.